Të dielën e dytë të kreshmëve, kisha e shenjtë sjell në vëmendjen e besimtarit mrekullinë e shërimit të një të paralizuari nga Zoti Krisht. Kjo ditë u jep të krishterëve disa mesazhe shumë të rëndësishme, të cilat tingëllojnë aktuale dhe sot. Të gjithë besimtarët ftohen të ruajnë besimin te Zoti, me sigurinë që ai është mjeku i shpirtrave dhe i trupave, të kenë besimin e të paralizuarit që bëri gjithçka ishte e mundur vetëm e vetëm të takonte Zotin, sepse ishte i bindur se vetëm ai mund ta shëronte. Të gjithë besimtarët ftohen të bëhen bij të Perëndis, duke ju larguar mëkatit. Shumë njerëz mendojnë se mëkati është kur bëjmë ndonjë vepër të keqe ose kur shkelim ndonjë nga porositë e Perëndis, por mëkat është edhe shfrytëzimi i pjesshëm i potencialit të njeriut. Mëkat është edhe kur nuk bëjmë diçka që duhet të bëjmë. Lutjet e kishës sot e gjithmonë janë për të gjithë popullin që Perëndia ta ruajë e ta mbrojë nga çdo e keqe dhe sëmundje. Gjithashtu sot besimtarët ortodoks premtojnë kujtimin e Shën Grigor Pallamait. I pajisur me njohuri të thella teologjike, Shën Grigori mëson se njeriu nuk mund të njohë esencën e Perëndis, por mund të njohë energjitë dhe veprimet e tij. Duke njohur energjitë e Perëndis, njeriu mund të bashkohet dhe ndriçohet nga drita e pakrijuar e Perëndis. Nuk është ndriçim thjesht etik apo moral, por është një transformim rrënjësor, i cili ka si destinacion hynizimin e qenies njerëzore. Për këtë arsye, kisha e kujton këtë personalitet të lartë të spiritualitetit ortodoks të dielën e dytë të kreshmëve, meqense kreshma është një periudhë për kushtimin në lutje dhe në përpjekjen e besimtarit në rrugën e hynizimit, dhe mësimet e Shën Grigorit përbën një udhëzues shumë të rëndësishëm për çdo besimtar. Në meshën e mbajtur u lexuan pasazhi i Ungjillit sipas Markut, si dhe pasazhi i apostullit Letra për Hebrejt, si dhe u urua vazhdim të mbar dhe të bekuar të kreshmës.